Pas takimit midis kryeministrit Edi Rama dhe presidentit francez Emmanuel Macron, në praninë e tyre u shkëmbyen marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e energjisë, si dhe u nënshkrua memorandumi mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për krijimin e një projekti gjithëpërfshirës për turizmin e qëndrueshëm në rajonin e Korçës. Në fjalën e tyre, kryeministri shqiptar dhe presidenti francez konfirmuan edhe një herë punën e vazhdueshme për rihapjen e liceut francez të Korçës. Kemi ecur me projektin e liceut francez, një kërkesë që komuniteti frankofon i Korçës i ka drejtuar presidentit në vizitën e tij të mëparshme dhe që sot është në fazën kur ka përfunduar studimi i fizibilitetit, ka përfunduar edhe gjithë ajo pjesa e parë e punës dhe ne tani do të hyjmë në fazën e krijimit të kushteve për ta nisur procesin mësimor në lice, në godinën e dikushme të liceut francez dhe me shtimin e një sipërfaqe të re për të akomoduar të gjitha nevojat. Në të njëjtën mënyrë, ne kemi vendosur për liceun francez të Korçës, gjithçka ishte vendosur është bërë, studimi paraprak është bërë, ne do vazhdojmë ta përshpejtojmë. Më shumë se 300 milion janë bërë tashmë. Bëhet fjalë për projekte urgjence, për energjinë, për turizmin e qëndrueshëm dhe për rajonin e Korçës, që është djepi historik i frankofonisë në Korçë, në Shqipëri. Ne kemi vendosur këtë që nga vjeshta 2023. Rihapja e liceut francez të Korçës i është kërkuar presidentit francez gjatë vizitës së tij të parë në Shqipëri, kryer para 2 vitesh.